Shikues të respektuar, siç e paralajmërova në emisionin e kaluar, ne sonte do të vazhdojmë bisedën me kandidatin nga radhët e Vlenit për komunën e Dibrës, që është Fisnik Mela. Si zakonisht, zotri Mela, ne me çdo kandidat, me që këto intervista një biografi e shkurtër, por edhe rreth asaj që të paraqisin planet e tyre, por edhe vërejtën që i kanë për atë që nuk është realizuar në komunën ku edhe ato garojnë. Ju garoni për Dibrën, me siguri Dibranët edhe ju njehin se kush është Fisnik Mela, por ja që ky emision nuk shikohet vetëm Dibër, është edhe jashtë Dibrës, a mund një biografi shkurtër të na thoni kush është Fisnik Mela? Patjetër. Unë jam lindur në Dibër në vitin 1984, jam 21 vjeçar. Shkollën fillore e kam kryer këtu në Dibër, ndërsa shkollën e mesme e kam kryer në Kolegjin Turk Yahya Kemal në Shkup. Jam larguar nga Dibra qish në moshën 15 vjeçare. Studimet universitare i kam kryer në Selanik, në Universitetin e Sheffieldit, ku kam kryer edhe magjistraturën për shkencat kompjuterike dhe telekomunikacion. Po, në thënë, fakultetin si një drejtim e kjeni, me që thatë se keni kryer në Greqi? Kemi shkencat kompjuterike. Në thënë, në fushën e informatikës, po. Edhe ju kryet atje, ku punësohet? Me që tash keni qenë në Greqi, keni pas mundësi edhe atje të punësohen? Shumë mirë, do të lidhet me këtë pyetjen e parë. Kishim disa oferta edhe për në Greqi ose për në vendet evropiane. Kryesisht e zgjodha Shkupin, Maqedoninë, që të jem më afër Dibrës, ku punësova në një kompani të specializuar softveri. Isha një ndër shqiptarët e rrallë, ishte viti dikun 2007-2008, i cili punonja në kompani softverit me privilegj dhe me referenca ndërkombëtare, duke punuar në projekte të ndryshme evropiane dhe amerikane. Dhe kështu vazhdova karrierën time për 3 ose 4 vjet në Shkup, mos gaboj, pastaj u ktheva në Dibër dhe vazhdova po të njëjtin profesion në 3 kompani, ku e shfrytëzoj rastin që të faleminderoj zotëri Atli Dobrova, i cili u bë shkaktar që unë ktheva këtu, edhe pse isha i punësuar në Shkup, ktheva në Dibër, sepse çdo herë kam dashur të jem afër Dibrës dhe të punoj me dibranët e mi. Dhe thonë, Dibra të ka mungu çdo herë? Dibra më ka mungu çdo herë. Ke zotit Dobrova kam punu 5 vjet, i cili ka qenë një ndër investitorët e parë që ka investuar në Dibër, për pizzeriat e ti në Alaska. Kemi zhvilluar softverin nga fillimi. Pastaj jam punësuar gjithashtu në Dibër në kompaninë Slice, e cila është tash lider me platformën e saj për porosinë e pizzave në Amerikë, ku vetëm në Dibër kam mbi 200 punëtor dhe 700 në gjithë Maqedoninë. Pastaj kam vazhduar karrierën time edhe në kompani të tjera konsulente dhe kam pas edhe kompaninë time deri vitin e fundit, në të cilën jam angazhuar me politikë. Zotri Fisnik, gjithë për arsye fusha juaj që keni kryer studimet, është një fushë që në vende më të vogla dhe mundësit janë më të vogla për të ardhurat, duke që thonë, të ardhur financiare, se sa në vendet si që është Shkupi dhe në vendet tjera, por ja që si shtoni ju dashuria për Dibrën, ju çdo herë të kthyer ka Dibra. Dhe tash ju kandidoni për kryetar komune. Përse vendosët që të kandidoni për kryetar komune të Dibrës? Kryesisht arsyeja ime fillestare pse u jam kyç në politikë ka qenë në vitin 2017, ku jam bashkangjitur shokut dhe mikut tim Xhemail Çupi, i cili atë kohë ka qenë kandidat për kryetar komune, kurse unë kam qenë bartës i listës, atë kohë ka qenë Lëvizja Besa. Edhe arsyeja kryesore ka qenë arsye lokale, sepse unë kam menduar se mënyra e funksionimit në këtë qytet, kapacitetet çka i ka Dibra nuk kanë qenë të shfrytzuara si duhet dhe nuk ka qenë komune e udhëhequr në mënyrën që unë mendoj dhe shokët e mi. Kjo ka qenë arsyeja pse jam kyçur në politikë, duke qenë 4 vjet si këshilltar komunal,
pastaj si antar i kryesisë të ngushtë Alternativës deri vitin e fundit, ku për disa muaj kam kryer rolin e këshilltarit të lartë të drejtorit gjeneral në Fondin Shëndetësor, edhe vitin e fundit si zëvendës drejtor në drejtorinë e përgjithshme të tatimeve, ose UJP, si themi ne, të hirave publike. Dhe ju udhton nga Shkupi? Po kryesisht udhtoj, pasi jam edhe familjen e kam këtu, edhe jam i lidhur gjithkohës me Dibrën. Është pak lodhje, por nuk shkëputemi nga Dibra. Dhe kanë qenë, si shtat ju, ajo që ju Dibrën nuk e keni pas se zhvillohet si dëshironi ju dhe prandaj edhe kandidoni. Po a keni në plan programin e ju se si do duke ndryshe Dibra me ju? Pa tjetër që kemi, edhe nuk është diçka që e mendojmë tash, është diçka që prej në moshën rinore jemi duke analizuar, unë bashkë me miqtë e mi dhe me të gjithë njerëzit që mendojnë njëjtë si ne. Kemi vizionin tonë se si duhet të zhvillohet Dibra. Dibra ka shumë kapacitete të pa zhvilluara. Ne sot ende flasim për gjërat elementare. Dhe kjo do të jetë pjesë e parë e platformës ose realizimeve tona. Fillimisht do t'i përfundojmë të gjithë sendet elementare për të cilën Dibra po vuan. Ujin e pishëm, kanalizimin, deponinë dhe të tjera. Dhe nuk duam që në mandatin tjetër ose në vitet e ardhshme të flasim për këto problematika. Hapi i dytë është të fokusohemi në investimet kapitale dhe në një zhvillim më të gjerë të Dibrës. Dibra është vend kufitar, i ka të gjithë burimet natyrore, kemi lumejnë, kemi liqen, kemi male, kemi banja termale. Nuk është se nuk shfryzohen, por nuk shfryzohen në mënyrën e duhur si shfryzohen në shtetet e tjera evropiane ose të rajonit. Jemi pikë ndërkufitare, ku kemi një fluks shumë të madh, kryesisht tash pasi është hap rruga me Tiranën. Edhe besoj që Dibra ka kapacitet shumë më shumë se sa është duke shfrytzuar për momentin. Ajo ka kriju një lidhje shumë të mirë, zotri Mela bashkë e kam kalu këtë rrugën, që i kishte afër 80 km nga Dibra deri në Tiranë, që u ka ofruar shumë afër për ideja të biznese, po edhe pse edhe për të sjellë biznese nga atje këtu në Dibër. Sa do të punoni në atë fushë që të keni kontakte që sa më shumë të vinë biznese të ndryshëm në Dibër dhe kështu ta zhvilloni Dibrën, për arsye se deri tash sa e shoh Dibra ka qenë pak anësh edhe në Maqedoni për arsye të rrugës dhe pjesës e ku gjendet, por edhe me Shqipërinë keni pas problem me sa kam informacione me rrugën. Tash si duket Dibra është duke u hap për arsye edhe rrugës që hapet me Kërçavën, me Shqipërinë vetëm se hap. Sa mendoni që ta zhvilloni në sferën ekonomike? Sfera ekonomike padyshim që është shtylla kryesore për të cilën e kemi vizionin, edhe pse fatkeqësisht është punuar shumë pak në Maqedoni ose në Dibër në këtë strategji. Domethënë nuk kemi rrugën Dibër Mavrov të kryer, nuk e kemi rrugën e kufirit as 1 kilometër të zgjeruar ose të urbanizuar. Fillimisht nuk është e urbanizuar dhe nuk ka mundësi që edhe po të kesh investitor që të investojnë pompa benzini, hotele ose kapacitetet të ngjashme. Sa i përket aspektet të biznesit, do fillojmë fillimisht me lobin Dibran, kryesisht në Amerikë, ku kemi një komunitet shumë të madh, edhe jo është gjenerata e tretë që ka janë andej, edhe ka kapacitet edhe persona që janë vërtet të fuqishëm, duke filluar nga biznesmeni Selim Rusi dhe të tjerët, të cilëve unë mendoj se nuk është dhënë mundësi edhe nuk e kanë kriju besimin për të investuar ose për të zhvilluar në Dibër. Përveç disa investitorëve të vogël që janë vetëm këtu. Aspekti tjetër është nuk është vetëm investitorë nga Shqipëria, është edhe investitorë nga Maqedonia dhe rejoni. Unë kam pas fatin gjatë karrierës, fakultetit, profesionit tim, tani edhe pozitës time të njoftoj nga afër shumë biznesmen të fuqishëm nga Maqedonia dhe nga rejoni. Një numër i madh i tyre ka shpreh interesim për të zhvilluar, por ne si komunë ose deri tash komuna është dashur të përgatitet program dhe vizion të qartë se ku mund të zhvillohet. Kemi Gipsin këtu, kemi kompaninë e Knaufit dhe shumë resurse të tjera të cilat mund të zhvillohet edhe Dibra të bëhet një qytet vërtet shembull
në Maqedoni dhe në rajon. Gjithashtu, vlen të theksohet edhe turizmi, ku ka një kapacitet shumë të madh për të zhvilluar në turizëm në sfera të ndryshme. Sipas ju, zoti Mela, atëherë bie që kanë munguar projektet dhe jo vullneti i investitorëve. Vullneti i investitorëve ka pas dhe ka çdo herë. Investitorët kanë një pesimizëm, pasi hasin në probleme të ndryshme, duke filluar nga lejet e ndërtimit ose diçka tjetër të ngjashme, edhe nga një strategji afatgjate ose mbështetje nga pushteti lokal dhe qendror në disa raste. Zoti Fisnik, në prezantimin e juaj përmendet shumë mirë që është me interes në të gjitha komunat që nuk ka të parapame pompa benzini, hotele dhe kështu me radhë. Kjo është si mungesë e mosndryshimit të planit general urbanistik të komunave. Çfarë ju do të kishit bën këtë drejtim që Dibra të hapet? Me thënë të ketë parapame ndërtime, banesa, shtëpi apo ndërtesa e kështu me radhë, se mos jetë Dibra vetëm që aty ku është dhe unë nuk shoh se ka një zgjerim të madh. Nuk ka një zgjerim të madh, nuk do të thotë se nuk ka iniciativë, por çdo iniciativë duhet çdo herë të rikujtohet, të lobohet në koha të ndryshme, në institucione të ndryshme që edhe nëse është një iniciativë të përshpejtohet që të realizohet. Dhe thonë, qëllimi është ju si komunë, do të merrni hapa që të bëni ndryshimin e planit urbanistik detal urbanistik të komunës, që do të parashihni ndërtime në vende që sot nuk janë të urbanizuar për ndërtime. Patjetër, bashkë me ekipin tim që do të jemi pjesë e udhëheqësisë së komunës, fillimisht do shqyrtohen të gjithë opsionet të cilat janë aktuale, ndoshta edhe ka tentativë në Ministrinë e Transportit për të ndryshuar plani, do të rishqyrtohet nëse ne pajtohemi me atë vizion, do të lobojmë që të përshpejtohet dhe të realizohet sa më shpejt. Nëse nuk ka një të tillë, atëherë do ndërmarrim masa që të aplikojmë dhe të realizojmë sa më shpejt. Unë besoj që kjo është çelësi kryesor për zhvillimin e Dibrës në aspekt më të gjerë. Në aspekt të arsimit, si e vlerësoni sot arsimin në Dibër? Arsimi në Dibër, unë mendoj se në aspektin e objekteve shkollore është në nivel të mirë, kurse në aspektin e cilësisë dhe të kualitetit, unë mendoj se e ka humbur atë cilësinë ose vlerën siç e meriton Dibra. Dibra njihet në të gjithë trojet shqiptare si vatër e dijes. Zotri Fisnik, cili është apeli juaj në fund të kësaj interviste për qytetarët e Dibrës për zgjedhjet lokale që do të jenë në tetor? Ne në Dibër të gjithë njihemi, të gjithë njihet edhe ekipa jeme, se unë qëllimin e kam mos punoj vetë, por të punoj me ekip më të gjerë, me profesionistë, duke i anashkaluar në raste të caktuara edhe vijat politike, për të mirën e Dibrës, të na bashkangjiten të gjithë qytetarët të cilët mendojnë dhe shpresojnë që me ne mund të bëhet një ndryshim total i mënyrës së udhëheqësisë së komunës dhe për vizionin për Dibrën tonë. Faleminderit. Faleminderit për kohën gjithashtu. Shikues të respektuar, në këta minuta ishim me kandidatin për kryetar komune nga radhët e Vlenit për komunën e Dibrës, zotri Fisnik Mela. Shemi me prezentimin e kandidatëve të tjerë nga Dibra. Faleminderit edhe herë.